Je një sot të rollaqe që ka ardhur këtu dhe po të dëgjojmë akoma dër 2 orë, po fletës po pushon dhe s'po thua asgjë dhe po të respektojmë shumë dhe ke dhe cinizmin për të përdorur ironi dhe sarkazëm. Ndaj turp të vi dhe boll se të dëgjuam deri tani dhe s'të dëgjoj më. Edhe e tregove shumë mirë. Nivelin e balerinës dhe nivelin tënd personal. Ç'është e vërtetë, kjo gruaja, kjo zonja më saktë, ishte pak e lodhshme në logjikën e saj, kundrejt situatave, kundrejt asaj Selinës se më the tash. Ishte pak e lodhshme sepse balerinat, ajo është një balerinë dhe nuk duhet të flasi absolutisht atë lloj gjuhe. Shiko, nëse Selina flet atë lloj gjuhe, për shembull, dhe vazhdon ta flasi atë gjuhë rruge, le të themi, siç e tha dhe zonja vet, që i thot Gjuelës rrugaçe apo buçe e ku di më the thash. Nuk është se Selina është duke fliqur profesionin e balerinës, okay? Selina tregon veten e vet, karakterin e vet dhe atë që ajo është. Kush është Selin në atë loj. Jashtë loje, nuk e njoh, jashtë shtëpis, nuk e njoh. Flasim për brenda lojës. Pra, kjo zonja sikur po mbronte balerinën, nuk po gjykonte Selinën, ose nuk po kritikonte Selinën, po sikur po mbronte balerinën, se fakti që Selina na pas ka qenë një balerinë, nuk do të fliste fjalë të fliqura. O zot, se njofim artist, aktor, këngëtar, regjizor, e ku di unë shumë të tjerë që në një muhabet privat janë Allah na ruaj. Të gjithë jemi, të gjithë flasim, kemi një lloj fjalori të pist me njëri tjetrin me ata që kemi konfidencë. Bukur nuk duhet hedhur, nuk duhet thënë në televizion, po dakord. Po kjo zonja ishte shumë e lodhshme sepse më shumë po mbronte pjesën se vetëm balerinët s'ka shans të flasin balerinët, i ngriti balerinët, domethënë në një pjedestal të paarritshëm, të jashtëzakonshëm, sikur profesionet tjera nuk ishin aq të vlefshëm sa balerinë. Jo, po çdo njeri që fillon e shan, nuk është se shan, nuk është se nuk duhet të shaj sepse është balerinë apo është aktor. Nuk duhet të shaj se është turp, kaq, është turp i dynjas. Përveç kësaj, pavarësisht se kjo ishte shumë e lodhshme, desha thoshja, të gjitha aty brenda u treguan të dhunshëm, përveç Kiarës që mundohej të moderonte, të qetësonte. Tani Ariani e filloi me llokume edhe ai kavalier, du të jemon e kavalierit, të uroi 8 marsin e zonja, mbas çere kore, ja kputi një zonjë e bëri mut për pula. Pra, edhe kjo pjesa e të qenit të mirë, duhet me qenë i mirë brenda, jo me qenë sa me u duk. E kupton, jo me u duk sikur je i mirë, duhet me je i mirë ose i mirë. Ajo zonja e kishte gabim, po ama dhe sulmi që i bënin këta dhe ofendimi që i bënin këta, ky Ariani, Ari edhe Francesca që qeshte, se ç'kishte për qeshur. Fundi e fare tregoni veten tuaj. Ajo gabimin, lëret zhytet, prit të mbaroj, jo po s'mbaron, jo po s'dalet, prit më vlla të mbaroj, është Kiara ajo që ja ndalon fjalën, edhe që ja jep fjalën. Jo juve se u bë të gjithë moderator, u bë të gjithë dhunues në një farë mënyre dhe bullizues, ajo tjetra që qesh me logjikën e saj. Mbas ajo e ka gabim më vlla, vërtet. Po s'mund përdorësh ti termin torollaçk. Sa po folët që nuk është mirë gjuha e tillë që flet Selina dhe Juela apo të tjera ato gocat ato që thon rrugaçe njëra buçe tjetra, nuk është e mirë, sa po e bër torollaçk. Sido që ti torollaçk, ndokush mund të thojë pse është ofenduese se është një njeri që s'merr vesh ose një që s'kupton. Po çfarë është? A është ofendim? Pra pikërisht në datën 8 mars, pikërisht në ditën e gruas. Pra, pavarësisht ajo gruaja të lodh, më lodhi dhe mua që e pash atë të uruar fan club, por ama këta nuk ngelen mbrapa. Nuk mund ta justifikojmë mirja bëri se ishte lodhshme. Jo. Nëse njeri është mut, mos u bëj kak. Kaq. Hajde, ciao.